Иако законот за правична и соодветна застапеност доби позитивна оценка од Венецијанската комисија уште во декември минатата година, тој се уште не е испратен во собранието за да се отвори дебата и да се гласа. За овој закон синоќа во Клик Плюс дебатираа потпредседателката на ДУИ Арта Билјали Зендели и заменик министрот за образование од Влен Дритон Сулеймани. Ligji ka shkuar në Komision të Venedikut, ka marrë dritë jeshile. Patjetër. Është tash do të hinë në sistemin ENER, ku do të ketë debat publik, sepse mendojmë se është një ligj shumë i rëndësishëm ku do duhet kyçen të gjithë pjesëtarët e politikë bërjes këtu. Në rast se keni ndonjë sugjerim, ndonjë kritik, ti siç duket se ke lexuar ligjin. Ndonjë sugjerim, ndonjë kritik, jeni të hapur në kuvent të diskutojmë për këto punë. Unë do doja kështu të jetë. Edhe ne ju thrasim edhe juve ju bëjmë ftesë që t'jeni konstruktiv. T'jeni konstruktiv, të jetni ide, ta bëjmë një lidhje sa më të mirë të mundshëm. Nëse ti më thua në sa vende përmendet etnikumi dhe sa sanksione ka ai ligj, unë do të jem konstruktiv dhe do të punoj edhe në parti që të jeni konstruktiv. Etnikumi, e para, e dyta, a bën se dëgjova gjatë. Nuk është çështje e një etnikumi, se ne jemi shtet multietnik, ai do duhet në administratë të sigurojë përfaqësimin e të gjitha komuniteteve. Patjetër që ne i përfaqësojmë edhe shqiptarët. Edhe ne garantojmë se ky ligj do ta avancoj dukshëm përfaqësimin e drejtë dhe adekuat. Nësa unë të garantoj ty se ky ligj ka ardhur vetëm si pasojë e faktit se heqja e balansuesit ka qenë pjesë përbërëse e programit zgjedhor të VMRO-DPMNE-s. Së shpejti ka 2 vite që po thoni së shpejti dhe Sulejmani, por kur konkretisht do të sjellë, sepse vërtet ka kaluar shumë kohë që kur po thoni së shpejti. Shif, po mundohemi të bëjmë punë në mënyrë të ngadalë për të sigurt që mos lëm hapësirë pastaj dikush të keq interpretoje, dikush të kontestoje e kështu me radhë. Инаку владата го изработи предлог законот за правична и соодветна застапеност во јуни, околу една година откако Уставниот суд на 9 октомври 2024 година одлучи да го укине инструментот балансер, додека Венецијанската комисија предлог верзијата на владата ја доби во јули месец.